Unë kam një shpjegim, kjo ka qenë një protest. Abstinenca e madhe, atyre që s'kan dalë në vota, dhe këta 150.000 që i ka hup Albin Kurti, afërsisht ashtu diçka, ishte protest kundër Albin Kurtit. Pra, thjesht sepse u konzumu kapitali i shpresës së rreme. Pra, kjo ka jap shpresat rreme këtyne. Kena më bo Zvicër këto, kam i shti krejt në burg. Dhe njerëz të zhgënjyn. Këta 150.000, prandaj nuk dalën në vota. Dhe zhgënjimi, a disi, zhgënjimi është ma i keq se sa kundërshtimi. Se opozita, atë sa ka mujt ka kundërshtu, kundërshtarit të luftën, kundërshton. Por ajë që zhgënjehet, ajë të braktis. Dhe e braktisin, 150.000 veta e braktisin. Jo me braktis ideologikisht që me shku të ato parti tjera opozitore, se asë një nuk shkoja njëra me votu, se po sa mërën edhe ato, po e braktisin sepse njerëzit e ti që votun për shprec, u lëdhen, thjesht u lëdhen nga i hendeku i madhë në mes të, si të thush, mes të retorikës edhe propagandës. Se kjo u shqev të në kohën, 4-5 vjetë, me propagandë, në vend që me zgjidhje konkrete. I ushqeu me spektakl komunikativ, apëden në vend të projekte konkrete. I ushqeu me urrejtje, pra i menaxhën të... Shterp ishte? Shterp i qeverisë të emocionet e tyre, e sidomos atyre në diasport disave, dhe jo me qeverisë me projekte. Prandaj, edhe në fund këta 150.000 që e braktisën nga zhgënjimi, sepse e panë që ky që i ka rrejt, me ato kritikat kundër ati ish establishmentit politik, doli më i keq se sa ai establishmenti cilin këta e kritikonin. Dhe natyrisht, për mu është natyrshme kjo, sepse çdo pritje që u shihet kështu, çdo proces si ky, ose figurë si ky që rran, falni, e që u shihet me pritje mesianike, në fund ka më gjyku paq me standarde të larta. Domethënë, nuk është që këto ja mori opozita 150.000 veta, po këta u zhgënjyen, ja mori graviteti i realitetit. Dhe graviteti i realitetit herë do kurdo kthehet bjen tokë, ecë me kom në tokë. Dhe këta 150.000 ju larguan. Por që nuk shkuan në opozitë, se ju e po që edhe opozita... Pse opozita të Arzuti Kastrati, nëse ndjekin këtë logjik, i bie që edhe opozita humbi më pak vota se sa vetëvendosja, por megjithatë ka humbur vota në numra edhe krejt partit i bloku ish opozitar. Pse tash këta të votues që nuk e kanë votuar opozitën, për çfarë arsye nuk e kanë votuar? Janë dëshpëruar, nuk ju ka pëlqyer kauza, apo nuk i kanë besuar kauzës se mund të rrëzohet Albin Kurti përmes kauzës së tyre? Po sakt, dëshpërimi është aq i madh në opozitë, sa që ata s'kan pa alternativë të opozita. Këta vetëm e kanë braktis Albin Kurti 150.000 dhe nuk janë bind që më shku të opozita. Pra, që t'jem... Dhe fakti që nuk janë bindur, pra i bie që nuk i kanë besuar opozitës. Po, dhe që t'jem pak më i sakt. Do thotë, nuk mund të themi që ekskluzivisht jo vetëm këta 150.000 të Kurtit, por këta që s'dolën kanë 1.900.000 votu së janë afërsisht me ato listat pastrume të papastrume, që abstenuan, do të ka shpak dole, në fakt nuk ishin ekskluzivisht protest kundër Kurtit. Ishte kryesisht protest kundër Kurtit, por kishte të bënte kjo lloj proteste, kjo lloj abstinence, edhe kundër këtë kostës politike duke përfshi këtu opozitën lidhur me pyetjen tuaj. Do të kishte të bëj me komplet ekosistemin politik, kishte të bëj me opozitën e figurave monotone, e ideve monotone, e diskutimeve të vjetra 20-30 vjeçare, pa ide të reja, pa energji të reja, pa projekcione të reja, një opozite përtace. Pra ishte reagencë edhe ndaj një opozite monotone cila vazhdon për sa dekada me riprodhu vetveten në mënyrë monotone, pa ofru diçka alternative, pa ofru diçka shumë energjike. Do thotë kjo reagenca po se po kundër Albin Kurtit, kryesisht jo është faji Albin Kurtit, aty nuk ka kurfar diskutimi, por ishte reagencë edhe ndaj kësaj opozite të lodhur. Pra, domethënë një opozite, elita monotone të saj të cilat e thash dhe po përsëris e kanë riprodhu vetveten që sa vite duke mos e luftu që çdo Albin Kurtin dhe duke u shkput nga pritshmëritë e elektoratit. Dhe tash çka prodhon si rezultat? A ka fitues dhe humbës nëse i bie për ta ndjekur krejt këtë që tha Zoti Kastrati, a ka fitu dikush diçka në këtë zgjedhje? Po këta janë gjithë fitues, opozitë në kuptimin e realizimit të interesa kështu të ngushta partijake, personale dhe të karikat e deputetit që disa shohin fatkeqësisht, jo disa, po shumica si vend pune.
me këtë mund të vërtetoni nëse shihni nga legjislacioni në legjislacion, është një ligj atje që thotë deputeti merr 70% të pagës për një vit, nëse s'gaboj, nëse është i papunë. Pra, të gjithë marrin 90% tyre, që i bie se ata për me shku me morat pagë duhet në administratë me shënu jam i papunë. Do thotë lideri i opozitës i papunë, milioner i papunë dhe e merr atë rrogë. E gjithë kanë marrë. Shumë janë profesor sigur jo për shembull, janë profesor këtë sigur jo, se s'kan. Po janë 4-5 profesor, më shumë si tash. Ata se kanë marrë, Ata punën e dytë. Ata kanë kontratë pune. Jo, kjo kur delsh prej legjislacionit. Mirë po, në përgjithësi, pavarësisht që është një opozitë e zbehur, që unë ka jap kritikat e mia sepse du me rrezu Albin Kurtin, sepse është e keq këtij vendit, a kupton? Dhe këta nuk mjaftojnë. A është hapi i parë se Albin Kurti po shkon duke rënë, në kuptimin duke u zvogluar si lëvizje vendosje pa këto vota? Po. A ishte kulmi, se thon tavani, ai 28 dhjetorit? Po, më shumë nuk shkon. pajtom. Shiko, është edhe një element, nuk është vetëm reagimi ndaj këtë qeverisës dhe mos qeverisës e Albin Kurtit, po është që edhe kjo opozita s'ka prodhuar alternativë morale. Dhe alternativë morale është që nuk bëhet me opozita me shumë milionera. A kupton? Milionera Belardi, milionera Ilumiri, milioner Vjosa, milionera është pak problem. A kupton? Jo që s'ka milionera këta të vendosit, këta kanë shumë më shumë. Ta janë të vjetë kështu pa sa peq. Po nëse ti do me bë alternativë morale, nisësh me një strukturë pak më tjetër. Megjithatë, pavarësisht, duke i marrë parasysh gjitha këto që i thash, 324.000 afërsisht e votuan rezident opozitën dhe vetëm 299.000 Albin Kurtin. Po të bëjë një blok opozitori përbashkët, sot ata ishin në vendin e parë me 24.000 vota më shumë.